Adriatik Zeqillari është një grabitës tenderash që sulmon gjithnjë në klub. Kështu ka vepruar edhe këtë radhë për të rrëmbyer kontratën rreth 1.2 miliard lek për riparimin e një shkolle në Kulqyr. Kjo u mundsua nga kryetari i bashkisë Klement Ndoni me një tender fiktiv pas një lloj konkurrence. Mbijetuari BEU i Kulqyrës për shkak të gjatësisë në pushtet, Ndoni i ka favorizuar Zeqillarin duke mbyllur syt para shkeljeve. Më konkretisht, Bashkia Kulqyr në ditët e fundit të vitit të kaluar organizoi tenderin me objekt rikonstruksion i shkollës së mesme të bashkuar Lumo Pavari në ndërtim palestre. Fondi limit për këtë projekt është 113.3 milion lek të reja, pa përfshirë TVSH. Data e mbajtjes së tenderit ishte parashikuar më 19 dhjetor 2025, por është hyrë për disa muaj. Kompania Zeqillari Construction SHPK, e cila fillimisht nuk e përmbushte kushtet, është ndihmuar nga kjo pauzë që të rregulloi letrat. Shtojmë këtu se një muaj para shpalljes së tenderit, kompania ndryshoi dhe emrin nga Zeqillari në Zeqillari Construction. Një kompani tjetër e cila dyshohet se ka vepruar në interes të Zeqillarit ka bërë ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik. HTM-SHPK me administrator Ilir Tabakun ka kërkuar ndryshimin e 9 kriterjeve të procedurës së prokurimit. Me kaq shumë modifikime, tenderi do të qepej në masën e HTM ose të Zeqillarit. KPP mori vendim më 12 janar 2026 të pranonte pjesën më të madhe të kërkesave, ku më kryesorja ishte lejimi e operatorëve të mbështeten tek të tjerët për kapacitete teknike, financiare apo profesionale. Po ashtu, hiqej kushti që kompanitë pjesëmarrëse duhet të kishin 120 punonjës dhe për këtë të paraqisnin vërtetim nga tatimet.